me një mesazh për ju. Po fillojmë vitin e Virgjëreshës dhe kemi luftëtarin shpirtëror, kush tjetër pos Virgjëreshës. Çfarë pret Virgjëreshën në këtë periudhë, duke u bazuar në energjinë e kësaj letre? Progres dhe sukses. Mund të ketë avancime në punë për Virgjëreshën, projekte që ecin përpara me ritëm gjatë të mirë të dashur Virgjëreshë, ose zgjidhje të problemeve që të kanë penguar deri sot. Kontroll dhe disiplinë, absolutisht. Do të ndiheni më të fokusuar, gati të kapërcesh pengesat me forcë të mbrëmshme. Është koha ideale për të vendosur qëllime dhe për të ndjekur ato pa shpërqendruar. Mund të jetë një udhtim shpirtëror apo fizik, absolutisht mund të ketë vendosje pozitive, udhtime ose një fazë ku ndihesh më e lidhur me qëllimin tënd të thellë. Do të triumfoni mbi dyshimet, të dashur. Kafka këtu simbolizon që pas sfidave vjen shpërblimi. Durimi dhe puna jote pa lodhur, të dashur Virgjëreshë, do të jap fruta. Përdor analizën tënde për të planifikuar, por mos u blloko në detaje. Lejo energjitë e luftëtarit të shtyejnë përpara. Në fund, kjo është një letër vërtet fantastike, të dashur Virgjëreshë, për ju. Periudhë force, drejtimi dhe realizimesh. Vazhdo me vendosmërinë tënde të natyrshme. Je gati të triumfosh.